Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Në 4 librat e parë të Dhjatës së Re në Bibël, janë shkruar faqe të tëra me mësimet e Jezusit. A doni të dini nëse ajo që tha Jezusi gjatë kohës që ishte në tokë është e vërtetë? Vetë Jezusi na e tregoi vendin se ku mund ta zbulonim. Ai tha: "Në qoftë se dikush do të bëj vullnetin e tij, do ta njohë nëse kjo doktrinë vjen nga Perëndia, apo që unë flas nga vetja ime." Ky shkrim gjendet në librin e 4 të Dhjatës së Re, në librin e Gjonit, kapitulli 7 dhe vargu 17. Tingëllon shumë e thjeshtë, apo jo? Nëse dëshironi të bëni vullnetin e Perëndisë, do ta dini nëse ajo që thot Jezusi është vërtet nga Perëndia. Okej, le ta shohim se si funksionon kjo në realitet. Keni dëgjuar se Bibla është një libër i mirë, por diçka që ju gryen nga brenda është të dini nëse është e vërtet ajo që thuhet aty apo jo. Si fillim, bëjni vetes këtë pyetje: a dua vërtet të bëj vullnetin e Perëndisë në jetën time? A jam aq i sinqert në kërkimin e vërtetësisë së Biblës, sa që jam i gatshëm të përkushtohem vullnetit të Perëndisë kudo që të më çojë? Nëse keni këtë lloj qëndrimi, atëherë merrni një Bibël, hapeni tek Ungjilli i Gjonit dhe filloni të lexoni. Ndërkohë që lexoni, kujtoni se po kërkoni të vërtetën dhe Jezusi do ta zbulojë veten e tij përmes fjalës së tij. Nëse nuk jeni akoma besimtar i Jezus Krishtit dhe jeni ende në kërkim, unë ju inkurajoj sot të bëni atë që propozoi Jezusi. Mos e shmangni fjalën e Perëndisë. Fshihani pluhurin Biblës dhe filloni ta lexoni që sot. Një pastor i njohur kinez, vllai jon, ka thënë: "Është e pamundur të njohësh shkrimin nëse nuk je i gatshëm të ndryshohesh prej tij." Ndërsa meditoni për këto fjalë, pyesni veten: a jam unë i gatshëm të ndryshohem nga fjala e Perëndisë? Nëse po, atëherë jeni në fillimin e aventurës më të madhe të jetës suaj. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.